A e dini se në Zvicër ka shumë talenta? Në Evropë ka shumë talenta shqiptarë. Jo vetëm në Evropë, po në gjithë botën ka shumë talenta. Qa ndodhi ka që qa ndodhi? Po I gjardhe te na va pjojmi I vërtet Nga va pjojmi I vërtet si në radje ashtu në gazete Ashtu në radije dulë flamuri Vë ku që zije Ku që zi pa I që deli komentore Që sa vjet që na u patë nole Sa vjet pa I me një merene S'ke me gujtzu e jo me përmene Me përmene jo s'ke me gujtzu e Se rrugova ramushi Sa dhe kanë liru e Flamurino ku shembajti Ngritin e blori Smajli që majli Flamuri rema Kur s'ne donë ty I plasë zemëra I plasë zemra ju cup tofte Për flamore kur ma su gëzote Jemi vlazen, jemi shqiptar Faleminderit shumë dhe mirë se erdhe në shtëpinë më të madhe të diasporës. Kosh me lerë, faleminderit për ftesën, nisi gjitha.
Of! Erkan Musliu, mirë se erdhe në shtëpinë më të madhe diasporës. Mirë se jeta. Faleminderit për ftesën, mirë se jeta. Faleminderit prej teje. Në fakt na krijuat një atmosferë të bukur edhe Anton Keraj me këngë Rapsodi, me Çifteli, edhe Erkan Musliu me një super tallava siç knohet gjithmonë këtu në Bolero Club. Of. Erkan, e kam një pyetje shumë speciale për ty. Urdo? Ordoni. Më të madhe pak. Ordoni. Okej. A mund ta vazhdoj intervistën me Antonin se para te këtu? Okej. Në rregull. Anton, a je më i famshëm në Zvicër në Pej? Në Pej. A je prej Peje ti? Prej Bonjes 5. Prej? Prej Bonjes 5. Bonjes 5. Po, po. Bonje? Bonjes 5. S'keni ikur për Bonje? Bonje. Po, s'keni dëgjuar. Për zonë s'kam dëgjuar se herë sinqerisht, më vjen keq, më fal. Duhet Por do shkoj ta vizitoj. Edhe herë si e pat? Duhet me marrë me vizitu Bonja 5. Bonja 5, shumë bukur. Anton, këngëtarët e muzikës live fitojnë shumë. Po çfarë humbasin? Fitojnë para që ka E humba. di që fitojnë shumë, po çfarë humbasin? Po pyetja është çfarë humbasin? Energji. Energji. A është dikush në jetën tënde xheloze për fancat e tua? A ta bjen dikush shpirtin më të hundës në qoftë se ti bosh i famshëm, dikush të shkruan, dikush të kërkon me dal me ty me pi kafe. A të ka ndodhur ndonjëherë me dal me një shok edhe ndoshta edhe gruaja valla, të ka bezdis me telefon ku i çaj të bëu pse ke dalte anë ose atë ka bova ki aty mi thon shokut vlla më duhet me bëni selfie për me ja çu grus sepse ç'është duhet. Jo, s'm ka ndodhur. Ka ndodhur kur? Jo. Shqyr zoti, të pas ke gruan e mirë vlla. A ke bërë dikë për qarë në këngët tua, Anton? A ka qaj dikush, ose a ka kajt dikush me këngët tua? Nuk e di për bes. Nuk e di. Nuk e di. Jo. A të vjen për qeshë në mënyrën se si këndojnë disa këngëtar apo jo? Ka herë po. Ka herë po, për shembull, me cilin këngëtar të vjen me qeshë më shumë, Anton? S'po më i cek me emra po. Cili, pa duhet me ditë, unë për shembull më vjen me qeshë kur kënej vetë, më vjen me qeshë se s'di. Për shembull. Janë e disa tjerë, po s'po ja u them emrin, po e maj sigura i liri, sekret. Me thonë drejtin ka shumë këngëtar që Që s'din me knu. që s'din me knu, po s'po i cek. Okej, kur do me bu një këngë të re, Anton, çfarë të frymëzon më shumë? Si ja nis me bë këngën? Çfarë të frymëzon me vazhdu këngën? Dëshira ime madhe që është për muzikë. Ajo, Ti këndon në ndasma, Po. në diskoteka, po normal. ashtu, Po. Çfarë shijon më shumë kur një ambient live këndon vet apo kur e dëgjon ndonjë këngë? Në ambient kur jam live duke kënu, Shijon më shumë, apo Po. kur e dëgjon vet një këngë tjetër, shijon më shumë? kur jam vetë duke këndu. A je të fol shumë vogël apo më duket mu? Kur jam vetë duke këndu. Kur e çon zonin s'ka lidhje mikrofoni. Kur jam vetë duke këndu. Anton, Urna. jam të pa që ke pak emocione. Besoj që kur këndon nuk ke emocion. Jo. A ke një këngë tjetër me na fmu pak? Po, mëre s'ka problem. A s'ka problem? Po. A mu në kënon? Po, mëre. A ti bi unë apo i bjeti? Qysh dush? Nëse do në rëna, bjeri. Jo, bjeri. Që? Bjeri, ma knave i këngë se te pjesa intervistës jetu më fol vogël kurse te kënga më knaqe, e qënë shumë nalë. Okej. Qoshem qosh, dynjan e kërkova. Haj si shqiptar, e kanë zakon
gyrve taltin, pa ymrin me lan. Shkova lërg Gjermani, edhe në Zvicër, në Suedi, në Amerik, në Australi, po prezvis për Brazili. Shkova lërg në Gjermani, edhe në Zvicër, në Suedi, në Amerik, në Australi, po prezvis për Brazili. Kanë gjitha shtetet, a ju në shkova, po në shdo qosh, shqiptar t'i takova. Gjute botes, me mësutën tova, përve shqipes, asjo su ne mësova. Aj gjute botes, me mësutën tova, përve shqipes, asjo su ne mësova. Shkova lërg Gjermani, edhe në Zvicër, në Suedi, kur shkova në Itali, dolan zezna për shefini. Shkova lërg Gjermani, edhe në Zvicër, në Suedi, kur shkova në Itali, dolan zezna për shefini. Faleminderit shumë. Faleminderit prej teje, Anton, prap një emocion I veçantë dhe I kësaj këngë, patjetër. Anton, për çfarë arsye do u kthesh në Kosovë për gjithmonë? Sikur të ishin pak kushtet më të mira, po isha kthy. Ishe kthy. Po. Ku I thu kushte më të mira? Të morë parasysh siguria, papunësia. Me vazhdu papunësinë apo me fillu? Jo, që për vazhdu papunësi. Mos qerë vendet reja punës, për rini, për... Qa rroge do kishe dash në Kosovë mu kthy? 500 euro më konë. 500 euro në mujtë? Po, Pas 500 euro është rroga minimale në Kosovë. se kanë gjithë 500. Se kanë gjithë? Jo, punëtori thjesht se ka 500 s'besoj. Ashtu, me gjetë një rrogë 500 euro në Kosovë ti kthesh? Isha kthy. Je I sigurt? Po. Atlen burri, nusja, më falë. Po, mëre. Po. A do kishte dash nusja jote mu kthy në Kosovë për 500 euro apo jo? Fol drejt. Po, mëre, besoj që po. Beson? Po. Më falë, a ke nusin dikun këtu? Po. A ke këtu? A ishe kthy për 500 euro rrogë në Kosovë? Ishe kthy. Bravo. Anton, faleminderit shumë sepse të gjithë shqiptarët si të Kosovës, si të Shqipërisë, Qosh më ndirë. si të Maqedonisë, si të Luginës Preshevës, gjithë shqiptarët kudo që ndodhin gjithë botën, jemi njësoj, si jemi as më të mirë, as më të këqij, por jemi gjithë njësoj dhe jemi më të mirët në botë për mua. E ndoni shoka aman, çka po du me thonë? Falet që O, po du me kalu pak, ajet e kyre kan, of. A di me kënu ajo? A folni pak ma të shefin e boleros më marrë dhe mu, gjdo vikend special, s'du më shumë se 10.000 euro natën me kënu. Mundet me të marrë, Am kishte marrë, ajo. Pyetja parë për ty, Erkan Musliv, është, du me ditë çfarë kenë këtë gjep. këtë gjep. Për mrena, Kam telefonin tjetër gjë? edhe pallumët. Cila pallomë? Salfet. A janë të dyja dhe është e përdor edhe kjo tjetra, apo? Të dyja e fut aty. Erkan, cila është rryma muzikore që këndoni? Është Tallava, Po? edhe balada, në marrë konga vajtuse, sen, me vujt pak. Ke dëshirë me Se vujt? rinia kanë qef, Rinia. se vetë kam qenë I ri, maze. Do më thonë dashërumit besoj, ata që kënë dashurum. Normal ato që... A ke bo njerëz me vujt me këngë tua? Edhe kush vujt më shumë, femrat apo meshkujt? Edhe meshkujt edhe femrat normale.
Ndeon. Cili e ka vujtin më të dhimbshëm, femra apo mashkulli? Femra. Kush e përjeton Unë më mendoj keq? femra. Pse? Mendoj që ashtu. Nëse rëndit gjërat më të rëndësishme në jetë për ty, Erkan, cila është lista? Po normal është, si me thonë, është familja në nje, fëmijët normal, edhe muzika, Edhe muzika. normal. Shoqëria, Bukur shumë. Pse vendose me lënë Kumanovën marrë në Zvicër, Erkan? po vendosa pse adiktuan është jeta më e mirë. A ishe këthy për 500 euro në Kumanovë? Ja, pak 500 euro. Pak janë 500 euro. Edhe unë mendoj, 1500. për sa ishe këthy? 1500 dimi. Se s'po e merë pasaportizimin në Kumanovë dhe t'ju shka tjetër, 1500 mëndë. Unë besoj që është ma mirë 1500 se 500. Ma po 2000 vijun në Kumanovë. Erkan, me qëfar këngë i vendos ose i vë fëmijët tua në gjumë? Me një kongë të fëmijëve. Cilën e din? Qingji vogël, pëna e musën bërë. Dhinë e bojon, mos i marë. Normal. Po gruën, me cilën këngë e vë në gjumë? A i din sa shumë të dua. Erkan, ti gjithmonë punon në Bolero. Bolero Club, ja. Çdo vikend e ka atmosferën në Bolero Club. Normal. A mund të na tregosh si këndon në Bolero? Po. Çfarë këngësh këndon? Po. Çfarë atmosfere bën këtë vend? Po. A mund ta bësh edhe pak në emisionin ton? Okej, në rregull është. Është në rregull. E bojmë po. Okej, bëje pak atmosferë, lutem, se si bëhet atmosfera në Bolero. Okej. I
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Kan Musliu, faleminderit shumë Anton Keraj për atmosferën e mrekullueshme që na krijuat sonte në show-n Fol Shqip. Para se të largoheni, se dia keni dëgjuar për llampën e Aladinit. Mirë po, ka qenë nga lampa e Aladinit, është bërë lampa e Altinit. Vllai dashur, kjo është lampa, e keqe e mirë kështu siç është, por më besoni që është një lampë e magjishme. Bon magjina, bon mërkullina. Kjo plotson çdo lloj dëshirë. Si qesh. Kjo plotson çdo lloj dëshire, vllai dashur. Atëherë, të lutem Anton, kërko 3 dëshirat tua nga show Fol Shqip me lampën e Altinit. Veç një dëshirë. 2 milion franc. 2 milion. Dy dëshira tira i konsumoj unë. Prej 500 euro që dashti 2 milion franca kaloj tash. 3 dëshirat për Erkanin dhe e bofshin një natë mirë të dy. Dëshira e para është shëndeti, puna, muzika. Janë të dëshira e parë gjitha këto. Çto janë? Dëshira e dytë? E dyta, Janë 3 dëshira që duhet më thonë. me pas shëndet. Prapë edhe të dyta shëndet. Po të potrashë shumë. Shëndet në të dyja. Dëshira e tretë? Muzikë. Me vone e kom me hit. Faleminderit shumë që ishit pranishëm në show-n Fol Shqip. Show Fol Shqip. Du bish Albaner. Gun Shqip. Repeti Shqip. Du bish Albaner. Tek Shqip. The ti Shqip. Du bish Albaner. Lake. Faleminderit shumë, ishim në një atmosferë jashtëzakonisht argëtuese, apo jo? A u kënaqëm apo jo? A kërcyt apo jo? Përsëri po e them dhe dua ta them gjithmonë se diaspora, Zvicra, diaspora ka shumë talenta, ka shumë njerëz që kanë dëshirë me shpreh talentin. Prandaj ne jemi këtu për t'i pritur ata gjithmonë, e kanë derën e hapur. Atëherë ftoj në skenë Ajshe Muriqi Fetaj dhe Andrin Trabuin Kastiqi. Mirë se keni ardhur. Si je? Mirë se ke ardhur. Ajshe, faleminderit që jeni pjesë e emisionit Fol Shqip. Mundem i mu kthy pak kështu si profil prej kamerave. A keni dëshirë të ulemi të bëjmë një intervistë apo keni dëshirë me na përformu diçka? Besoj se Renit është me tregu njerë diçka çka. Me tregu diçka? Tipo. Atëherë skena është për ju. Halun po bëj më përët madhin e zote ojna ish kena i gjithë bëshën muje. Ani pa martua kreshni ku ishë mete. Ani kësyrë njetërimin besa qka ka bo. Ani për një vojzaj vesh si pas ka marë. Ani o shkuatrimi vojzën e kazane. Ani kësyrë një miku mujit qka i ka thane. Ani 300 krush që miku ty ti dua. Ani mos ki derto muji oj ka thane.
qyteton Krushit muji ka bashkua. Kalle Ajshe me Qifteli. Është një melodi shumë e vjetër e Rugovës. A ka mundësi të prezantoheni për publikun dhe të shikuesit që po na ndjekin? Andrin? E ke rallën. Kush je, nga vjen, ku jeton? Ti je Andrini? Po, Po? Vjen nga? ka Malësis. I Malësis, por a je prej Kosovë ti? Po, E çfarë venit Kosovë si je ti, Andrin? Frizenit. Prizrenit. Po, E këtu në Zvicër, Andrin, ku jeton? Dübendorf. Dübendorf. E sa vjet i ki ti, Andrin? 7. 7 vjet. Po, Bravo. E a shkon në shkollë ti? po, Okej. E kur ki mësu ti, Andrin, me ra? Me knum, se me ra po i bjen zysha, mësusja. Sa po ka filluar me mësue, Sa po ka Qiftelis din. Ajshe të lutem, prezantohu dhe ti direkt mas Andrinit. Po. Kush- Unë jam Ajshe Muriqi, Okej? vi prej Rrugove. Rrugove më besoj se njohen shumë. Patjetër, patjetër. Me muzikën filluat merrem gati në moshën e Andrinit. Fillimisht me Qifteli, pastaj së bashku me vllahun me fyll kam kënduar. Më vonë e kam marrë lahutën edhe nuk e kam lëshuar. Ajshe, çfarë lidhje keni ju dy? A keni lidhje? Gjaku Gjaku kështu? lidhje gjaku asgjë, vetëm na ka lidh lahuta. Andrini është shumë interesuar për më mësua me lahut. Okej, po Edhe ka ardhur. nipa dhe mbesa ke për shembull. Apo jo ti? Kam fëmijët e mi, Edhe kam fëmijët, djemt, po pse ke nipa pikërisht vete. ke zgjedh Andrinin, nuk ke zgjedh fëmijët e tu ose nipat, mbesat për ta trashëguar këtë talent? Jo, i mësojnë fëmijët e mi, po momentalisht e kam Andrinin. Momentalisht e Momentalisht. ke Andrenin. Domethënë ti e mëson të. Po. Ti vet si u bore?
si e mësove këtë talent të lahutës, sepse faktikisht edhe fatkeqësisht po shuhet tradita e lahutës. Po, mirë, fatkeqësisht po Po shuhet. shuhet fatkeqësisht edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe gjithanë, edhe në diasporë, por shqyr zotit sot e kemi të gjallë muzikën e lahutës në çohun fol shqip. Unë kam trashëgim familjar, baba im ka qenë lahutar, dhe në rrethin familjar të ngushtë, pothuajse të gjithë merren me folklor. Okej. Dhe unë kam pas shumë të lehtë, pastaj një ambient të tillë, kur prej si fëmijë si Andrini, kam pas shumë të njohura këto këngë. Këngët kreshnike, të mujtë të Halilit, edhe këngët historike, të cilat i pëlqej shumë, sikur këngën e Norës i Knoj Kjo, se kam këngë që i kam krijuar vetë, këngë për dëshmor. Okej. Një ma zjedhë në kam këngën për dëshmorin Selman Lajqi. E ke kënduar ty. Ajshe, në qoftë se do kthej kohën mbrapa, Po? a përsëri do zgjidhje lahutën apo diçka tjetër? Nështë zbezon kush, veç me shumë siguri e them se prap do të zgjidhja lahutën. Lahutën, as shumë e donë. Shumë e donë. Sepse është një vlerë e jona, edhe besoj se shumë shpejt do të bindën edhe ata që se dinë se është një vlerë shumë e madhe kombëtare që i kemi. Edhe është fat i madh që i kemi këngë të tilla si këngë të Kreshnike. Absolutisht, absolutisht, absolutisht. Andrin, po ti e dashuron lahutën? Po. A ta kanë imponu apo e ke dash vetë lahutën edhe këto këngën? A e ke qef me knu ti, Andrin, gjithmonë ke qef me knu? Apo ka herë jo? Andrini ka shumë dëshirë me knua, Sa mirë ta edhe pëlqen. shumë i pëlqen Sa mirë ta pëlqen. jo vetëm lahuta, po edhe çiftelia. Lahutës ati mirë ati? Po, edhe çiftelis edhe piano. Edhe pianos dinera. Bravo. Kur të rritesh ke mu boj talent edhe i suksesshëm, do të thonë artist i vërtet, apo jo? A do me ndjek Andrin këtë rrugë ti gjithmonë me kënu, mira pianos, mira çiftelis, mira lahutës? Nuk do ndahesh, ma do punosh. Po. Në shkolla do me shku për polic, për doktor, për muzik, për këngëtar, për çfarë do me shku? Për piano, për çfarë? Çfarë ki qe? Për lahut. Për lahut? Aha. Po mami? Për lahut. Okej, jashtëzakonisht bukur. Ajsha, mundesh me na kënu këngën e Heredin Pashës? Nuk shumë me lahut? Jo. Po me lahut e kanë kënu si nani Ermali. E kanë kënu, e kanë përshtat ata mënyrën e vetë, one nuk e kënoj. Okej. Hon pjeshk të bore, se në rrugove njën dani një shumë dëshmor. E nërë ta kishte shumë shlirimtare, Selman Lajqi një ushtar. A i luftoj me pushke pen, e unë bi gjithë qka e patat dhe une. Nënëm dhe të prilon me në gjezët hanën, për shëndet Selemani nanën. Sa me të shpet ju kanë gjitë shpatit, Arnia ka dhonë të kërëshi lakut, Arnin kur shtrim burra to me të bua, e u lira falaj e kalshua. Faleminderit shumë që ishit pranishëm në shohun Fol Shqip. Faleminderit që ke dhënë hapësirë lahutës edhe një herë. Faleminderit që ishit. Show, show, show. Fol ship. Du bist Albaner. Gun, ship. Repeti ship. Du bist Albaner. Ship. The ship. Du bist Albaner. Lacke.